Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Krishtin Gashi dhe ju po ndiqni emisionin Drejtësia në Kosovë. 4 vite më parë në lagjin e Vetërnikut ka humbur jetën Liridan Rustemi. Edhe pse ka kaluar një kohë bukur e gjatë, përgjegjësit e këtij aksidenti nuk e kanë marrë dënimin e merituar. Tani pas 4 vitesh, këtij procesi nuk po i dihet fundi. Për shkak se së fundmi, gjykata kushtetuese ka marrë vendim ta anulojë një vendim të Gjykatës Supreme, me të cilin Bajrush Xhemali ishte dënuar me 2 vite e 6 muaj burgim për këtë aksident. Ne sonte do diskutojmë për këtë temë, mirë po fillimisht ju ftoj të ndiqni rubrikën Një vit më parë. Në emisionin Drejtësia në Kosovë të transmetuar me 19 shkurt 2012, është raportuar për përfshirjen e një punonjësi të prokurisë komunale të Prizrenit në një aferë korruptive. Rasti kishte filluar kur Zymer Lumi kishte kërkuar kompenzim dëmi pas aksidentit të 2 fëmijëve të tij, ku njëri nga ta kishte gjetur vdekjen. Por për t'ju përshpejtuar lënda për kompenzim të dëmit, Zymer Lumit ju kishin kërkuar 1.500 euro nga Xhevdet Lezi, i cili ndërmjetësonte që këto të holla t'i binin në duart e punonjësit të prokurisë komunale në Prizren Agron Qerreti. Nga hulumtimi i emisionit Drejtësia në Kosovë ka dalë pas se Zymer Lumi pas dhënies së të hollave rastin e kishte lajmëruar te prokurori Sefer Morina, i cili kishte ngritur kallëzim penal vetëm ndaj Xhevdet Lezit, por jo edhe ndaj kolegut të tij Agron Qerreti. Duke parë që prokuroria dhe policia e Prizrenit nuk ishte ndërmarrë veprim ndaj Agron Qerretit, qytetari Zymer Lumi ishte ankuar në prokurorinë e shtetit përkatësisht e i pari këtij institucioni Ismet Kabashi. Ankesa e Zymer Lumit në prokurorinë e shtetit kishte nxitur që të nisin hetime ndaj Agron Qerretit dhe rasti ishte iniciuar nga prokuroria komunale e Gjelanit. Tani një vit pas, Drejtësia në Kosovë ka mësuar se prokuroria komunale e Gjelanit, pasi kishte ngritur akt akuzë ndaj Agron Qerretit, e kishte dënuar atë me 700 euro gjobë për vepër penale të mashtrimit. Si pasojë e kësaj, Agron Qerreti vazhdon të jetë i pezulluar nga posti i përkthyesit në prokurorinë e Prizrenit. Dënim me kusht për veprën penale marrje të mitës ishte shpallur edhe ndaj Xhevdet Lezit, i cili kishte ndërmjetësuar në këtë rast. Ndoshta çfarë ka ndodhur para një viti. Ti kthehemi temës së paralajmëruar në fillim të emisionit. Më 24 janar gjykata kushtetuese ka marrë një vendim me të cilin e ka anuluar vendimin e Gjykatës Supreme, me të cilin Bajrush Xhemali ishte dënuar me 2 vite e 6 muaj burgim. Ky vendim i Gjykatës Kushtetuese nuk është pritur mirë nga disa prej gjykatësve të Gjykatës Kushtetuese e por ashtu zyrtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Para se të ndjekim komentet e këtyre zyrtarëve, ne po ju paraqesim një histori të shkurtër për atë se për çfarë është dënuar Bajrush Xhemali. Në ishte mëngjesi 21 maj vitit 2009 në mëngjes, si zakonisht, vinim me ta deri në Lipjan, kurse ai vazhdonte drejt për në fakultet. Atë ditë ka pas me shku provimin e fundit muajit maj, erdhe dhe më dërgoi më në Lipjan në Lakto, dhe si zakonisht të përshëndet të mbab e birë me ditë mirë, ditën e mirë. Edhe ashtu ka qenë ora dikon ka 15 apo 10-12 minuta në 8. Mëngjes kur më kalon, jemi përshëndet, ka shkuaj për rrugët vetë, me gjithë Ilirin kanë qenë bashkë në vetur, Ilir Azirin. Nga nora, me siguri ka qenë ndikon 29, 8:20, personi që më ka thirë një djali dajës, tha nep që avë bënë, thash që jom të nejtë shqitore. Tha labi, tha ka bëndeshja. Thash ja, s'moj me marrë me men, labi me bëndeshja. Tha valloj, tha. Nep tha nga, tha për Prishtinë, tha se labi ka bëndeshja. Kur kemi shkuen Çagllavic, atu kolonave, s'kish pas më rënje. Thash Barti kthe bocit, unë bëshkaj, tha ja, bocit du s'lo vetë, apo unë me vetur, ti shkan kam, unë ja kum nis me ngajt. Na. Kur shkojnë ato në vetër nalt, pa i shof 3 polis, 2 me është një femër, pa i pes si asitate aksidentit bre, tha valloj, tha shumë hera. Edhe në mini herë ato, po sa kam rrinjen, shtu në breg, jetojmë na, ato e shoh veturën, ona djathtë nga Iliri qelë, ona në majtë nuk më shoh me vrejt. Edhe me një herë kom thirë një djallë taqës, besim Rustemi, besim thëm, labi ka bëndeshja, thash po qysh po shoh veturën, thash është problem si kam shtu. Ka Iliri thëm dera është qelë, po ka labi, mund tjetë në veturë. A jo, brem, letha se unë puno, ja ishte kon do të ranjime ato, edhe unë të vrapu, se aja ka qenë shumë ma poshtë bashkë, kur është poshtë atje, shkaktu në aksidenti,
Po më thirë prapë në të vrapu, tha dosh sa labi, thash ko për mërzion, thash pas ka vdek, thash janë ka bellë qërë besim. Tha jo të gjashtë që kanë orë dhe në qita. Unë ala po më rritë vetura edhe njerë të valoj së është, thash ozët një, thash, së është ato, thash e pas kanë që më ka bellë, të kërës më në dojë konaj. Shkrejtë vetura, e shof krejt gjak ato, qa me po, mos vetë, katastrofë. Mizis është në veturë, të poshtë. A ideali që kishte pas lemru, ka qenë prej një fshatit o klap, i shkon të më pritë hymje të spitalit. Këtu që i tojmë na të kapija. Tha pas e do shë mujtë, thash po, që shë gjendja, tha valoj e ranë. Thash po, gjalla ka vdek. Në gjallë po, tha rënë shumë. Thash më zvetë për mua. Ka thire ideali apret. Tha, mdi, tha, nuk është labi. Thash që ishë mërë së labi, thash ato. Kur më rënjëm të dira spitalit, ato aj po më thirë, tha, këto the në gjashti, tha, po nuk jem të e njëftë. Kur kam rënjëm të dira, ishin kam policia në dira ato, kanë thonë që kjo vdeq. Ato i shkon labi, ato i shkon labin. Masa ndej mujta me marrë me men, sa i ka qenë në drejt për drejt me dira. Po e thamë një polici djali jam, a i se ka këtu si është djali jam, ma mu nuk më kalon me i. Kur e keni marrë vesh kush është shkaktari e aksidentit? Po me njerë, posa kam hy në spital, kam këptu se shkaktari aksidentit është veç personin fjallë. Cilën gjykata e ka shpall fajtërë. Por, ka qenë shpejtësi maramense, që ata se i vazitjes pasanej kanë këptu, flasin njerëz se dhe në 40 metra ka shku tymi me aksident. Pra, ato kuptum se shkaktar është i shkretari i Ferizajt, i cili është deklarua 3 javë më parë se jam adhrusi vë shpejtësisë të madhe. Pas i shkon në shpe, fillon dhe njerëz të vinë, atë natë e dim nëse e kemi përjetu, me ngjesin të zgjuar, ja do të bëhet obduksion pa tjetër. Kisha frikë se nuk do të kisha lanë me bë obduksion, por thëshin se është ma mirë se mund të nxerret për së dyti, nga frika se mund të nxerrin për së dyti, kam pranu të bëhet obduksion se për ndryshe se kisha pranu. Në varrimin e labinotit kishin marrë pjesë shumë qytetarë, në mesin e të cilëve edhe familjarët e Bajrur Xhemailit. Pas ceremonisë mortore, i ati labinotit kishte filluar të interesohet se procedura gjyqësore për vdekjen e djalit të tij do shkonte në rregull. Çuditërisht, ai thotë se lëndën gjyqësore nuk ishte arritur ta gjente fillimisht në gjykatën e Qarkut në Prishtinë. Gjykata s'na therr kjo askosh. Lënda e gjykatës është PN 485-09. Emri i personit që ka shkaktu aksidentin. Shkoj edhe aty në gjykatë Qarkut, kërkoj të kush është lënda e caktume. Ata më thojnë mu se lëndën nuk e pranon askush. Qysh më tash nuk e pranon lëndën askush? Për çka është drejtësia e shtetit? Ta na vje keq, kemi caktu 2-3 prokurorë ta për më marrë me lëndën ta, por nuk ka pranojnë, është me të në arhiv. Pas një ankese të cilën e kishte bërë i ati i labinotit tek prokurori Osman Kryeziu, kjo lëndë ishte ndarë tek prokuroria Sevdije Morina. Të bu ankesë ata pranonën e caktonën prokurorën, ta është e në gjykatë supreme më duket. I kam emrat, po tash më kanë dalë për mensh, edhe e merr lëndën, e fillon procedurën, zhvillon në thirrje ai. Prokuroria pyetje më na morë, e kështë pas të morë ata, para neve, tani edhe neve, pejte nuk e rasin, se si ka ndodhë dhe qysh. Pas hetimeve të kryera, në vitin 2009, prokuroria Sevdije Morina ngriti akt akuzë ndaj Bajrur Xhemailit për veprën penale të rrezikimit të trafikut publik. Akt akuza thotë se me datë 21 maj 2009, rreth orës 08:30 minuta, në rrugën e Veternik, duke drejtuar veturën e tij Nissan Terrano, Bajrur Xhemaili nuk i është përmbajtur rregullave të komunikacionit, ashtu që e ka ndërruar shëritin nga e majta në të djathtë
pa u vërtetuar paraprakisht se nuk po rrezikonte komunikacionit. Me rast me anën e majtë e automjetit e ka goditur veturën e markës Volkswagen dhe pas këtij kontakti i pandehur e ka humbur kontrollin e makinës dhe ka kaluar ndarjen fizike të dy shiritave ku godet automjetin e markës Mercedes, të cilin e drejtonte Labinat Rustemi, dhe pastaj ndeshet me automjetin Ford Mondeo. Për të përballur me këto akuza, Xhemali doli para gjykatës në fillim të marsit 2010. Akt akuza ndaj tij atkohu konfirmuan nga gjykatësi i gjykatës paraprake dhe lënda shkoi në gjykim dhe pas një varg seancës para gjykatës Tonka Berisha, Xhemali me 26 nëntor 2010 u dënua me 2 vite e 6 muaj burgim. Gjyqtarja Tonka Berisha e ka shpallë fajtor i vetmi ai që ka kontribuar për shkaktimin e aksidentit me fatalitet për Labinat Rustemin, i vetmi është personi njeri. As është vetura, as janë tjerë që e kanë pengu, por vetëm ai fajtor, sipas ekspertit dhe gjykatës. Të pakënaqur me vendimin e shkallës së parë, mbrojtja e Xhemalit dhe vet Bajrosh Xhemali e apeluan vendimin e gjykatës së shkallës së parë në gjykatën supreme. Me datë 8 mars 2012, kjo gjykatë vendosi që ta vërtetoj vendimin e shkallës së parë. Për shkak se ligji mbi veçeverisin lokale nuk lejon që kryetarët e komunave të jenë të dënuar për vepra penale, Bajrosh Xhemali dha dorëheqje nga posti i tij. Si rezultat i kësaj, komuna e Ferizajt shkoi në zgjedhje të parakohshme. Tani ata kanë bërë ankesë gjykatën supreme. Gjykata supreme ka komunikuar vetëm me atë. Edhe rastisht në internet e kemi gjetë si po mohat seanca gjykatën supreme. Edhe jam shku me njëherë, desit me ngjas kam shku, kam kërku me u taku me që ata kush është lënda e caktuar. Por personi kishte pas seancë, edhe më tha, po ja bëjmë të mundshme, se e di me rastin, me ardhë, tha po vetëm me shoqen e vet, edhe pa drejta me komuniku. Mirë tash, kryesorisht me marr pjesë. Nëse në atë ditën që ishte caktuar seanca, shku me bashkëshortën e në atë. Filloi seanca, edhe ata konfirmuan dënimin që ka dhënë gjykata e Qarkut prej 2 vjet e 6 muaj, edhe pse na pranuam ta marrim fjalën që s'jemi të kënaqur me dënimin e merituar, por gjykata tha, ju kam leju me ardhmë me marr pjesë, po pa drejt fjale. Edhe ata kanë vendosur dënimi u bë i plotfuqishëm nga gjyqtarja, por zotëria e shtyn vujtin e dënimit nuk shkon, edhe pse dy gjykatat e kanë konstatuar se fajtori dhe shkaktari vetëm është vetëm personi në fjalë. Me gjithë vendimin e gjykatës supreme, Bajrosh Xhemali nuk shkoi në vuajtje të dënimit, duke i shfrytzuar të gjitha mundësitë ligjore të ankesës. Gjanë se ke përcjell procesin gjyqësor ndaj kryetarit komunës Ferizajt Bajrosh Xhemalit, a mundesh me na tregu çysh ka rrjedh ky proces në gjykatën e Qarkut të Prishtinës? Po, unë kam përcjell gjykimin ndaj kryetarit të komunës Ferizajt Bajrosh Xhemali. Janë zhvilluar diku rreth 12 seanca, nëse nuk gaboj. Përgjatë këtyre 12 seancave janë prezantuar prova nga ana e prokurorisë dhe e mbrojtjes. Mirë po, në fund ka rezultuar që zoti Xhemali është fajtor për akuzat që janë ngrit nga prokuroria, ku është shpall fajtor. Janë apo çështjeve që është diskutuar shumë edhe gjatë procesit, po edhe tash me vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, është pranueshmëria si provë e ekspertizës kryer prej ekspertit komunikacionit. A mundesh më na tregu çysh është diskutuar kjo ekspertizë në seancat gjyqësore? Po, ka qenë ekspertiza e ekspertit të komunikacionit, ajo që gjykata e ka konsideruar si të mjaftueshme për me vërtetuar fajësinë dhe shkaktarin e aksidentit. Gjatë marrjes në pyetje të ekspertit nga ana e prokurorisë dhe mbrojtjes, mbrojtja ka qenë e pakënaqur me ekspertizën, edhe ka propozuar super ekspertizë. Mirë, për në rastet konkrete nuk mundet me u propozu super ekspertizë për faktin që ka ekzistuar vetëm një ekspertizë, dhe për me propozu super ekspertizë duhet të ekzistojnë 2 ekspertizat e ndryshme. Përveç kësaj, mbrojtja ka propozuar gjithashtu ekspertizë për gjendjen mekanike të automjetit.
Mirë po gjykata në fund e ka refuzu propozimin e mbrojtjes me faktin që ka cilësuar si të mjaftueshme ekspertizën e komunikacionit, që ka qenë te kalimi i shpejtësisë shkaktari kryesor i aksidentit. Po thoni që në bazë të ekspertizës është marrë vendimi. A është ankuar zoti Xhemali në instanca tjera për vendimin e gjykatës shkallës parë? Po, fillimisht zoti Xhemali ka përdorur mjete të rregullta juridike, ankesën, është ankuar në Gjykatën Supreme të Kosovës. Gjykata Supreme të Kosovës e ka refuzuar ankesën e zotit Xhemali, apo me thonë shkurt e ka vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut, shkallës parë, me që rast zoti Xhemali do të thotë shpall prap fajtor dhe është dashur me shkunvujtje të dënimit. Pas kësaj, zoti Xhemali, mbrojtja zoti Xhemali gjithashtu ka përdorur edhe mjete të jashtëzakonshme juridike, ka kërkuar me u vërtetu ligjshmëria e vendimit të gjykatës shkallës parë, gjykatës Qarkut. Edhe në këtë rast gjykata Supreme e ka hudhur poshtë dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, do të thotë aktgjykimin e gjykatës së Qarkut. Apo i bën kjo që prej 3 shkallëve të gjykatës zoti Xhemali është shpall fajtor? Po, realisht kjo i bën që zoti Xhemali është shpall fajtor nga në 3 instanca, dhe në këtë rast është dashur me shkunvujtje të dënimit. Edhe ka shkunvujtje dënimit. Zoti Xhemali ende vazhdon me qëndruar i ri. Fillimisht zoti Xhemali ka përdor mjete të rregullta juridike, ashtu mjete ligjore, me thonë për me shty ekzekutimin e vendimit për vuajtje të dënimit me burg. I është drejtuar me kërkesë gjykatës komunale në Ferizaj për shtyje të ekzekutimit vendimit për shkaqe shëndetësore. Nuk i është drejtuar vetëm një herë, por është drejtuar 2 herë. Në të dyja rastet gjykata komunale Ferizajt e ka aprovu. Edhe pas kalimit të afati, a ka shku zoti Xhemali në burg? Jo, zoti Xhemali nuk ka shku në burg. Pas shterjes së mjeteve, gjitha mjeteve juridike, zoti Xhemali i është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesë për një rigjykim, për shkak se ka konsideruar që janë shkelur të drejtat e njeriut. Fillimisht gjykata kushtetuese ka vendosur për një masë përkohshme, e cila ndalon shkuarjen e burg të zotit Xhemali derisa gjykata kushtetuese të vendosë për lëndën e zotit Xhemali, se a duhet të kthehet në rigjykim apo jo. Dhe në fund tani gjykata kushtetuese ka vendosur që lënda e zotit Xhemali duhet të kthehet në rishqyrtim. Por pse gjykata kushtetuese e ktheu rastin në rigjykim? Pala mbrojtëse e Xhemalit ishte ankuar në kushtetuese, sepse besonte se gjykata Supreme ka bërë shkelje kur nuk ka ndërmarrë ekspertizë shtesë për ta vlerësuar aksidenten e 21 maj 2009, ku kishte humbur jetën Labinat Rostemi. Kjo kërkesë është mbështetur nga kushtetuesja, bazuar në aktgjykimin e saj të publikuar me 19 shkurt 2013. Eksperti i komunikacionit nuk i ka kontrolluar automjetet e përfshira në aksident dhe nuk ka shikuar kushtet e rrugës ku ka ndodhur aksidenti, por vetëm është bazuar në raportet e policisë, thuhet në aktgjykim. Kushtetuesja shton se gjykata e Qarkut dhe Supreme nuk e kanë lejuar Xhemalin të angazhojë një ekspert tjetër të komunikacionit, duke konstatuar se kishin prova të mjaftueshme dhe se për këtë nuk ishte nevoja. Caktimi i superekspertizës ishte refuzuar sepse Supremja thoshte se raporti i ekspertit të komunikacionit dhe shpjegimi i dhënë nga ky ekspert ishin të mjaftueshme për të konstatuar gjendjen faktike, sepse nuk kishin të bënin me opinione kontradiktore. Por kjo është kundërshtuar nga kushtetuesja, sepse sipas saj ishte vetëm një mendim i ekspertit dhe nuk mund të bëhet fjalë për mendime kontradiktore. Gjykata kushtetuese është e mendimit se nëse gjykatat e rregullta do të kishin urdhëruar superekspertizën, ajo do të mund të konfirmonte ose raportin fillestar të ekspertit të komunikacionit, ose versionin e parashtruesit të kërkesës se ka pasur faktorë të tjerë që kanë ndikuar në aksident. Sipas vendimit të kushtetuesës, fakti që kërkesa e Xhemalit nuk është marrë parasysh e ka vënë palën në pozitë të pabarabartë me prokurorin. Një argument tjetër i cili përmendet në vendimin e kushtetuesës është edhe veprimi i policisë dhe koordinimi i tyre me prokurorin e rastit, i cili sipas gjykatës kushtetuese nuk është bërë në përputhje me kodin e procedurës penale, por është marrë vendimin në mënyrë unanime nga të gjithë gjykatësit e gjykatës kushtetuese. Aktgjykimi është marrë vetëm me shumicë votash. Ai është kundërshtuar nga gjykatësi Altan Suroj, Almiro Rodriguez dhe Snezhana Botusharova. Në një mendim të përbashkët mospajtues të publikuar në faqen zyrtare të gjykatës kushtetuese, ata kanë thënë që rasti nuk duhet të kthehet në rigjykim,
sipas tyre kërkesa e parashtruesit Bajrush Xhemali për super ekspertizë nuk është e bazuar në argumente që ai nuk ka qenë përgjegjës për aksidentin, por që faktorët e tjerë kanë mundur të kontribuojnë në aksident. Në të vërtet, eksperti i komunikacionit kishte marrë parasysh brengat e parashtruesit, si dhe kishte pranuar që këto gjëra do të mundeshin në parim të kontribonin në aksident, thuhet në opinionin mos pajtues të këtyre gjykatësve. Për këtë arsye, këta 3 gjykatës kanë konstatuar se nuk ka pasur shkelje të Kushtetutës së Kosovës apo Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut në rastin e Bajrush Xhemalit. E ç'është ndodhi që dje gjykata kushtetuese e ka kthyer krejt këtë lanë në gjykim? Po gjykata kushtetuese në bazë të internetit 2 herë ka shtyr nga 3 muaj. Siç e kemi kuptuar, edhe ishte dje mëngjes, posa e marrë shtypin, tash vletoj e shoh fotografinë e tij ato. Edhe shkruan që kushtetuesja e let të lirë, e shkretarin e Ferizajt, dhe kthen rastin fletën më numër 3, të filloj rishtas rigjykimin në gjykatën supreme. Se jo në gjykatën e Qarok, po gjykata supreme të vërtetoj, t'ja pranoj ankesat avokatë e tij që kanë bë, unë me ta pa koment. Gjykata kushtetuese po e konteston vlerësimin e ekspertit, po thotë që eksperti se ka bërë mirë ekspertizën. Po në ekspertin asnjë njeh, ato e kam po për herë të parë në seancë. Ato ka caktuar gjykata, unë jo. Qofse ata e dinë se ai nuk den apo nuk e vlerëson, dijen e tij unë s'moj. Ai e vlerëson, ka kush e vlerëson. Për të sqaruar rrethana të këtij aksidenti, ne kemi kontaktuar me zotëri Bajrush Xhemalin. Ky i fundit nuk ka pranuar të intervistohet para kamerës, mirë po na ka ofruar një përgjigje me shkrim nëpërmjet emailit, ku ndër të tjera thuhet: I nderuar Kreshnik, me keqardhje duhet të përgjigjem se nuk prononcom në lidhje me këtë çështje, për të cilën më jeni drejtuar. Pasi që unë jam mbrojtur në heshtje dhe me që ka të bëjë me çështje juridike, atëherë mund të drejtoni avokatëve të mi. Në bazë të sugjerimit të zotërit Xhemalit, ne intervistuam avokatin e tij, Korab Sejdiu. Zotër Sejdiu, ju e keni hartu kërkesën e zotërit Xhemalit në gjykatën kushtetuese. Cila ka qenë arsyeja që keni vendosur me shkruar këtë kërkesë? Po pikërisht ekipi jonë këtu të Sejdiu Qerkini, shoqëria e avokatëve e ka identifikuar në fakt si mjetin e vetëm juridik të mundshëm për me procedu tutje lëndën ka qenë në fakt paraqitja e kërkesës në gjykatë kushtetuese. Natyrisht kjo është bërë edhe është identifikuar pasi që është bërë një vlerësim i thellë i lëndës, edhe janë identifikuar shkelje gjatë procedurës të rastit, të cilat natyrisht nënkuptuan edhe shkelje drejtav kushtetuese të zotit Xhemali. Për çfarë shkelje është bërë fjalë? Po në faktu bëhet pikërisht fjalë për shkeljet që burojnë nga kreu i dytë i kushtetutës propër drejta dhe liri themelore të njeriut, më përkatësisht ndoshta për një gjykim të drejtë të paanshëm. Pse s'ka pas gjykim të paanshëm këtu? Në fakt këtu zoti Xhemali nuk ju kanë respektuar të gjitha të drejtat që i garantohen me kushtetutë dhe zbatohen nëpërmes kodit të procedurës penale. Nuk janë respektuar sepse është mohu një drejt që i garanton atij me qenë palë barabartë në procedurë karshi prokurorit. Pra, këtij është i mohuar e drejta për me ofru prova të cilat në fakt do t'i dëshmonin gjitha faktet që janë relevante për gjykatën për të ardhur deri te një gjykim i drejtë i rastit. Keni të thonë që ju ka mohu me angazhu një ekspert? Pikërisht, këtij është mohu e drejta që të ofroj ekspertizë e cila do të merrte parasysh gjitha rrethanat e nevojshme për me ardhur deri te një ekspertizë që është gjithëpërfshirëse edhe që është e drejtësoj për këtë rastit. Megjithatë, gjykata e ka marrë parasysh ekspertizën e ekspertit i cili është angazhu prej prokurorisë. Pikërisht, edhe ju vetë thatë që është angazhu prej prokurorisë, i cili ka bërë një analizë gjysmake, me thonë, sepse është bazu vetëm në atë se çka ka raportu policia, domethënë nuk ka pas analizë personale të rrethanave edhe të fakteve tjera. Kështu që fakti që këtij është mohu zoti Xhemali një e drejtë që me ofru një kontradikt ndaj ekspertit ofruar nga prokuroria është pikërisht shkelja e cila nuk është një shkelje që cilën vetëm ne po e pohojmë, por është diçka që është vërtetuar edhe nga në raste të tjera në gjykatën evropiane për drejtat njerëzit,
Pra, një mohem i tillë është përcaktuar që është shkelje e drejtave të njeriut. Në çfarë raste keni fjalën? Në rastet shumëta të cilat i kemi përmendur edhe ne në kërkesën tonë, mirë po edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që kanë shumë lidhur me këtë rast, janë raste të shumëta. Për ta sqaruar nëse me ekspertizën ishte çdo gjë në rregull, ne kontaktuam edhe me hartuesin e saj, ekspertin Arsim Kolshi. Ky i fundit na tha se ekspertiza e tij është e saktë. Zoti Kolshi, ju keni kryer ekspertizën ku ka humbur jetën Labinat Rustemi. A mundeni na tregu kush është shkaktari i këtij aksidenti sipas ekspertizës tuaj? Unë ekspertizën e kam kryer i ka që 4 vjet, me kërkesë të prokurorisë dhe me urdhëresën e gjyqtarit të procedurës paraprake, i kam marrë shkresat e landës, të cilat janë kryer me rastin e inspektimit të vendit të ngjarjes. Në bazë të shkresave, të cilat kanë qenë të përbëra prej fotografive, skicës vendit të ngjarjes, dëshmimeve të dëshmitarëve dhe proces verbalit detaj të profiluar nga organi hetues, unë kam analizuar ato shkresa dhe përmes metodave matematikore shkencore kam marrë deri te rezultatet rreth shpejtësisë dhe mënyrës së lëvizjes së pjesëmarrësve në aksident. Edhe në bazë të asaj analize unë i marrë deri te përfundimet të cilat i kam cek në ekspertizën time. Cilat janë këto përfundime? Përfundimi është i përfundimtar, mendimi përfundimtar që shkaktar është shpejtësia më e madhe se lejuar e shoferit dhe veturës Nissan, Jeepit Nissan, dhe te kalimi i pasigurt, ndrimi i shëritit i pasigurt nga ana djathtë në të majt, derisa aty ka pas edhe disa pjesëmarrës tjerë. Dhe pastaj humbja kontrollit dhe pastaj në shku të gjitha ngjarjet në shku pa kontroll, domethënë pa kontrollin asnjërit pjesëmarrës. Domethënë automjeti Nissan ka dalë në anën e kundërt edhe i ka bërë dëmet shumë të mëdha, parasysh se automjeti ka pas nga kaja kundërt që lëvizin domethënë në drejtim të kundërt dhe me shpejtësi të kushtetshme, domethënë është rrit ajo domi i përplasjes. Zoti Kolshi, para 2 ditë gjykata kushtetuese ka hodhur poshtë gjykimin e gjykatës supreme në këtë rast me arsyetimin se nuk është lejuar një super ekspertizë, edhe nuk janë kryer të gjitha ekspertizat, nuk është kryer gjendja teknike e rrugëve, edhe nuk është kryer gjendja teknike e makinave. Unë veç nëpër media që kam dëgjuar që është kthy, por unë nuk jam për detale, nuk jam i njoftuar. Mirë po ekzistojnë ekspertë lamive të ndryshme, të cilës unë nuk i përkas, domethënë është i mashinerisë apo i rrugëve, të cilët kishin më shumë me jap përgjigje se a është e nevojshme apo jo. Unë si ekspert i komunikacionit, domethënë përpiqoj ekspertizën e dinamikës së lëvizjes së automjeteve, jo gjendjes teknike të automjeteve, shembull ka qenë as ka qenë në rregull apo ka kontribu eventualisht edhe gjendja teknike. Ato është lëmi përkatëse tjetër. Unë të vërtet nuk e di saktësisht se çka kanë lyp, çfarë ekspertiza janë kërkuame prej gjykatës. Ju po thoni që me ekspertizën tuaj keni mri me faktu që shkaktari i aksidentit ka qenë vetura Nissan. Po, a çojnë pesh këto 2 elemente tjera, gjendja teknike e rrugëve dhe gjendja teknike e makinës në vërtetimin e shkaktarit të aksidentit? Po tash nuk kam pas asnjë element në procedurën hetimore dhe kur kam pas unë ekspertizën, se ajo ka mujt me vazhdu hetimet prap, me dalë diçka e re, një hetim, një provë e re, po derisa kam pas unë ekspertizën, nuk kam pas asnjë dyshim në lidhje me gjendjen teknike të automjetit, apo të bërë ndonjë kontroll të jashtëzakonshëm teknike të automjetit. Kështu që nuk jam i njoftuar për domethënë nuk ka shkresa paraprake të cilat e lidhin me atë dyshim. Përndryshe mundet më bëhet edhe ekspertiza teknike, ekspertiza tjera mjekoligjore, po sipas asaj që po thoni ju, në momentin kur juve ju ka ardhur dosja e landës, aty nuk ka pas dyshime që aksidenti është shkaktuar për shkak gjendjes jo të mirë të rrugës ose të makinës. Jo, në s'kom pas në landë, se edhe nuk është i profilit tim,
Unë po them jam ndej në procedurën paraprake, mund të bëhet që kanë lyp edhe në ekspertizë në ekspertit tjetër në atë procedurë. Unë mu përfundon, domethënë hetimet përfundojnë me ekspertizën e komunikacionit. Përfundojnë pjesa e hetimeve rreth shkaktimit të ngjarjes. Pastaj shkon procedura e aktakuzës, konfirmimi ato tjera, gjykimit, të cilat unë nuk jam më në njohëri për ato procedurën tjetër. Ja, mundi më na tregu sa ka qenë shpejtësia makinave që ju e keni konstatuar në lëvizjen? Më sa di unë rreth 100 km/h ka qenë Nissani, edhe jashtë 70 deri në 80 ka qenë kombi të cilin e ka tejkalu Nissani. Pastaj ato vetura tjera në kohë skundërt kanë qenë ashtu ka 60-70, të gjithë kanë qenë suaza të asaj të lejuara. Përpos Nissani, Jeepi që ka qenë pak më shumë se e lejuam, domethënë në atë pjesë në përpjezjet e veternikit. Gjithashtu nuk kam pas një element tjetër të cilët kishte pas ndonjë pjesëmarrësi tjetër që ka kontribuar si pikë në pjesëmarrësit që kanë qenë edhe viktima apo të dëmtuar. Mendim të njëjtë për shkaktarin e këtij aksidenti ka dhe i ati i Labinotit. Po tash ta po kontestojnë apo kërkojnë një super ekspertizë. Vetëm le të kohë drejtësi, vetëm le të kohë drejtësi. Por nëse tregohet që është i vetmi shkaktar ai, kush do ta marrë përgjegjësinë që shkakton vujtje familjes dëmtuar? Se është e vërtetë që është i vetmi person, se unë as nuk e njoh ekspertin, as e njoh gjyqtarët, as njërin. Unë gjyqtarën e kam njoh vetëm në gjykatë kur kam shkuar. Se çfarë do të ndodhë me këtë rast pritet të vendosë Gjykata Supreme. Për ta sqaruar këtë situatë ne kemi tentuar të kontaktojmë me kryetarin e Gjykatës Supreme, Fejzullah Hasani. Mirë po ky i fundit ka refuzuar të flasë para kamerës, me arsyetimin se nuk i komenton vendimet e gjykatave të tjera. Tash Gjykata Kushtetuese ka vendosur me e kthy në rigjykim këtë lëndë. A do të paraqet një ekspert të ri në Gjykatën Supreme, besoj? Ne në fakt nuk e përfaqësojmë zotin Gjemali nëse Gjykata Supreme vendos për rigjykim, ne nuk e përfaqësojmë zotin Gjemali në rastin penal, pra. Mirë po, shancat janë që tash Gjykata Supreme vepron në përputhje me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese dhe me siguri që edhe Gjykata e shkallës parë do të jetë e obligume që të procedoj rastin në përputhje me atë se çka është në aktgjykim. Themi pak të vendimit Gjykatës Kushtetuese. 3 prej gjykatësve që kanë gjykuar këtë lëndë kanë vlerësuar se kërkesa juve është e pabazuar, edhe kanë vendosur me hull poshtë. Në fakt, vrehet qartë që me të respektin për gjyqtarët që kanë lëshuar mendim të ndarë, vrehet qartë se ata kanë keq kuptuar atë se çka kemi kërkuar ne. Elaborimi i tyre është i saktë në faktin që thonë që gjykata nuk ka vend të lëshohet në analizën se ai ka vlerësu provat mirë apo jo gjykata vendimarrëse. Mirë po ne në fakt kemi kërku që të vlerësohet se është cënimi drejtës kushtetuese nëse drejta kushtetuese të zotit Gjemali nëse ati nuk i lejohet me ofru prova, e jo se si janë vlerësu provat nga gjykata themelore. Kështu që në këtë rast gjykata shumica e gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese e kanë kuptuar atë se çka kemi kërkuar ne dhe kanë ardhur deri te një aktgjykim i drejtë. Fatkeqësisht gjyqtarët të cilët nuk janë pajtu e kanë keq kuptuar kërkesën tonë se çka kemi kërkuar. Kjo lëndë është nis tash 4 vite dhe mas 4 vite prap kemi një aktgjykim të prishur. A ka rrezik me shku deri në pafundësi me zgjata fatet me vitet tona derisa të zgjidhet kjo lëndë? Po dhe lëndë tjera që janë të saj natyre. Po, unë besoj që interesi gjithve palëve të interesit, mi thonë që janë të involvuar në këtë rast, është që ky rast të procedohet jo vetëm shpejt, po të procedohet në mënyrë të rregullt, pra duke i respektuar të drejtat e gjithve që janë përfshirë në këtë rast. Kështu që vlerësimi se sa mund të zgjasë kjo është shumë vështirë për me u dhënë. Mirë po, çka më me thonë është që nëse respektohen të gjitha të drejtat e personave të cilët ose zotit Gjemali në këtë rast, se pyetja u parashtrua në aspekt përgjithshëm, sa herë që respektohen në maksimum të drejtat e atyre që janë të akuzuar, atëherë natyrisht që zvoglohet edhe shansa që të identifikohen ato mundësi për ankesë ose eventualisht për me përfunduar në gjykatë kushtetuese. Kështu që me rëndësi është që gjyqtarët me qenë të vetëdijshëm kur i procedojnë raste se çfarë obligime kanë si gjyqtar
edhe e dyta se çfarë obligimesh kanë që rrjedhin nga precedenti i Gjykatës Evropiane për Drejtat Njerëzit që është drejt për drejt i zbatueshëm në Kosovë sipas kushtetutës tonë. Kështu që kjo është një mungesë që ekziston te ne që rezulton më vonë në ankesa të shumta, po natyrisht edhe në raste të cilat përfundojnë për shkelje drejtat njerëzit të pandehurve gjatë procedurës në gjykatën kushtetuese. Që po i bjen që kanë mos gjatë procedura gjithsesi. Jo domosdoshmërisht që zgjaten nëse puna kryhet ashtu siç duhet nga fillimi. Ekziston mundësia që zgjaten nëse ne kemi një gjyqësor i cili nuk e kryen punën mirë fillimisht. Pra, si ky tash që e kemi. Sikur që është vërtetuar në këtë rast që ka pas shkelje të drejtave zotit Xhemali, tash kthehet që rasti të procedohet ashtu siç e meriton një rast penal, duke i respektuar drejtat e njerëzit dhe duke u siguruar që në prezumimi i pafajësisë prej fillimit fund derisa të ketë një aktgjykim që vendos në një mënyrë së tjetër. Për vendimin e gjykatës kushtetuese në këtë rast është diskutuar edhe në mbledhjen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ku është shtruar pyetja nëse gjykata kushtetuese është shndruar në një gjykatë të shkallës së 4 në Kosovë. Brengos fakti që ky shkrim është inicuar me disa vendime të gjykatës kushtetuese, me të cilat vendimet e gjykatës supreme anulohen, kthehet në rigjykim dhe unë e qes edhe pyetjen se kemi gjykatë instancës 4 apo jemi na gjykata instancës më të lartë në Kosovë apo jo. Unë kaq kisha pas, mund ka brengos ky fakt, aq ma tepër se unë kom qenë pjesë e disa këtyne shkeljeve në thojza të apostrofuara vazhdimisht në këto gazeta së bashku me disa kolegë, edhe mendoj që kjo është i kalu gjithë kufit, qoftë të lirisë shprehjes, qoftë çfarëdo e lirije tjetër. Faleminderit. Podržavam stav oba prethodnika, sudija Vrhovnog suda. Mislim da treba uraditi dve stvari. Ono što mi ne možemo, a možemo da iniciramo. Da se usaglasi zakon o Ustavnom sudu i zakon o sudovima. Dozvolit ćete, ja sam baš bio iznenađen kad sam video da Ustavni sud odlučuje u formi presude. To je presedan, ali piše nažalost u zakonu. Znači, usaglasiti ta dva zakona. U celom svetu zna se ko je ko. Kryesues në mbledhjen e sotme të Këshillit Gjyqësor, duke u komentuar vendimi i gjykatës kushtetuese rreth Bajrosh Xhemalit, u tha se gjykata kushtetuese është bë gjykatë e shkallës të 4 në Kosovë. Edhe në mbledhjen e Këshillit, edhe përkundër ndoshta nevojës për me diskutu për këtë temë, qëndrimi ka qenë që nuk guxojmë me i komentu vendimet e një gjykate tjetër kushtetuese. Dhe në këtë drejtim ndoshta edhe ka rridhur tër takimi i mbledhjes së Këshillit Gjyqësor. Personalisht edhe si gjyqtar ndoshta mas pari nuk kem drejt me hin komentet vendimeve të gjykatave të tjera. Është një shqetësim i gjyqtarëve në përgjithësi, ndoshta edhe atyre që kanë marrë pjesë në vendim, sidomos gjykatën supreme, se në raste të caktuara gjykata kushtetuese ndoshta ka prek kompetencat e gjykatës supreme. Pse është ky shqetësim? Po ndoshta jo edhe ndëgjut, ndoshta edhe vetë antarja e Këshillit Gjyqësor përmenin një aspekt, se mos ndoshta gjykata kushtetuese bëhet si gjykata e shkallës 4. Në këtë drejtim ndoshta ka nevojë edhe që u diskutu edhe më herët mos sqaru situata në nivele më të larta, edhe kryetari i gjykatës kushtetuese, gjykatës supreme, po ndoshta edhe të Këshillit Gjyqësor në mënyrë që mos të komentohen edhe mos bëhet pakënaqësi mes këtyre gjykatave. Çështën praktikat e vendeve tjera, a kanë sistem tillë ku vendimet e gjykatës supreme mundet me i prish gjykata kushtetuese? Unë kam pak njohuri në praktik, problemi njëjtë ka qenë edhe me vendet tish Ballkanit Perëndimor, që kanë pas këtë, që ka përcjell domethënë kjo problematik. Mirë po kam edhe njohuri që në këtë mast kaq të madhe
të anulimit vendimeve të gjykatave të rregullta nuk ka. Do me thonë, ka mundësi me anullu vendimet të gjykatave të rregullta, po jo në këtë mos. E qysh e kanë zgjidhur këto vende këtë problem? Po më duket në bisede sipër edhe me vendet të ish ballkanike në Kroacisë, shembull për marrë ndoshta urdosh një kohë 2-3 vjet, 4 vjet me kalu derisa jenë harmonizuar këto qendrim. Kryesues ju po thani se duhet më marrë takime, do thotë kjo që keni me filluar marrë takime me gjykatën kushtetuese për këtë problem? Keni kërkesë edhe anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, që ndoshta kjo është e nevojshme dhe mendoj që diskutimi dhe takimet janë forma më e mirë e zgjidhjes problemeve. E jo me dalë në mënyrë të njanshme me komentu vendime gjykatës, njënës për gjykatës është në rëndësi të kuj. Zëra në mbledhjen e sotme të Këshillit Gjyqësor keni deklaruar se gjykata kushtetuese në rastin e Bajrosh Xhemalit e ka marrë rolin e gjykatës së shkallës së 4. Po, është e vërtetë se kam deklaruar se gjykata kushtetuese momentalisht është duke luajtur rolin e gjykatës së instancës së 4, edhe pse unë nuk kam komentuar edhe nuk do të komentoj as vendimin e gjykatës kushtetuese, as vendimin e gjykatës supreme, as cilës do qovë gjykatë në Kosovë, sepse këtë nuk më lejon etika gjyqësore. Megjithatë, mendoj se ka ardhur koha që ta dim apo opinioni publik ta dinë se a ka në Kosovë gjykatë të instancës së 4 dhe cila është ajo. Apo mendoni se nuk është në rregull kjo me pas instancë të 4 gjykatë kushtetuese? Mendoj se me ligjin mbi gjykatat e rregullta në Kosovë, gjykata supreme është instanca e fundit dhe përfundimtare. Pra vendimet e gjykatës supreme janë vendimet përfundimtare. Mirë po, si duket, gjykata kushtetuese e ka marrë rolin me vendimet e veta të gjykatës së instancës së 4. Po thoni që ka hyrë me gjykatën supreme? Nuk them, po megjithatë vendimet e gjykatës supreme janë duke vënë në dyshim me vendimet të cilat vendimet e saj anulohen. A ndodh kjo në vende të tjera të botës? Nuk e di, ndoshta kishte më qenë mirë që ju vetë ta verifikoni, po unë mendoj që nuk ndodh. Zonja Doka, gjykata kushtetuese ka marrë këtë lëndë shqyrtim për shkak se ka vlerësuar që lënda nuk është trajtuar drejt në shkallët e mëposhtme, në gjykatë supreme dhe në gjykatë qarkut. Unë e thash, aq ma tepër me qenë se kam qenë pjesë e kolegjit i cili ka vendosur këtë çështje, mu fare nuk më lejohet ta komentoj as vendimin e gjykatës kushtetuese, as vendimin e tonë të gjykatës supreme, por megjithatë mendoj që ndoshta në instanca më të larta ishte dashur që të diskutohet dhe të qartësohet se çfarë roli ka gjykata kushtetuese në Kosovë. Gjykata kushtetuese ka thënë që këtij pandeuri nuk ju është dhënë e drejta për mi përfaqësu provat. A konsideron ju që ka ndodhur kjo? Prapë më duhet me potencu se nuk më lejohet ta komentoj vendimin dhe nuk jam ekspert kushtetues i drejtës kushtetuese, por megjithatë mendoj që shumë çka duhet të shqyrtohet dhe të diskutohet. Çka ta shëtutje mas këtij vendimi? Dihet ne si gjykatë supreme dhe të gjithë janë të obliguar që të zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese, se përndryshe mos zbatimi i tyre është edhe vepër penale, por megjithatë mbetet shumë për të dëshiruar. Do të kthehet në shqyrtim kjo lëndë? Po, gjithsesi. Lidhur me shqetësimet e zyrtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ne erdhëm të pyesnim zyrtarët e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Mirë po këta të fundit nuk pranuan të dalin para kamerës, duke na thënë që përgjigjet tona ne do i marrim me shkrim në një afat prej 24 orësh. Zyrtarët e gjykatës kushtetuese u përgjigjen me shkrim në kërkesën tonë. Në përgjigjen e tyre thuhet: ju njoftojmë se gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës nuk i komenton vendimet e saj dhe nuk ka ndonjë koment shtesë, përveç asaj çfarë është thënë në përmbajtjen e aktgjykimit, si dhe mendimit mos pajtues dhe konkurrues të gjyqtarëve përkithazi me rastin në fjalë. Prej zyrtarëve të Këshillit Gjyqësor dhe zyrtarëve të Gjykatës Supreme, sot ky vendim i gjykatës kushtetuese është pasi si një tentativë për me kriju edhe një shkallë të 4 gjyqësore të Kosovë.
është shumë e qartë, roli i gjykatës kushtetuese është shumë i qartë në Kosovë, është i bazuar dhe buron nga neni 113 i Kushtetutës, dhe ata kanë domethënë kompetencë që të merren me raste të paraqitura aty nga palët autorizuara. Rasti specifik i zotit Gjemali është nga bie në pikën 7 të nenit 113 dhe ka të bëjë me shkeljen e drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Kjo është diçka që vazhdimisht kontestohet në procedurë penale, jo vetëm te ne në Kosovë, po edhe në vendet e tjera, kështu që nuk është e panatyrshme që gjykatat kushtetuese të vendosin për çështje që burojnë nga rastet penale. Pse se pikërisht shkeljet që bëhen në procedurë penale shpesh rezultojnë në shkelje drejtat njeriut. Arsyeja pse ekziston kodi i procedurës penale është që në fakt të sigurojë që gjatë procedimit rasteve nuk bëhen shkelje drejtave të atyre të cilët janë të akuzuar, mirë po nuk janë ende të dëshmuar si të fajshëm për një vepër për cilën akuzohen. Kështu që nuk besoj që gjykata kushtetuese është duke u bërë shkallë 4. Në fakt ata janë duke u bërë shkalla e vetme që ekziston për me interpretu kushtetutën edhe me dhënë në një mënyrë ose tjetër një udhërfys ose një korrektim për shkeljet që i bëhen njerëzve nga autoritetet publike. Vesh po krijohet mundësia që gjithë me u anku gjykatë kushtetuese. Po për raste penale. Në raste penale natyrisht kur ka shkelje, unë besoj që nëse ka shkelje atëherë ekziston mundësia. Tash shumica prej tyre nuk do të thotë që ka shkelje ose një pjesë e tyre nuk ka, ndoshta nuk mundin me vërtetuar që ka pas shkelje gjatë procedurës, mirë po ekziston mundësia nëse pretendohet që ka pas shkelje të drejta kushtetuese, atëherë ku të shkohet tjetër kur shteren mjetet juridike përpas në gjykatën e cila është kompetente për vendosjen nëse ka shkelje apo jo të drejtave garantuar me krejon e dytë kushtetutës. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për sa i përket Bajrosh Xhemalit. Javë më parë ne kemi raportuar se në gjykatat e Kosovës janë duke munguar uniformat e gjykatësve. Në mbledhjen e fundit, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka miratuar dizajnin e ri të uniformave të cilat do t'i bartin tani e tutje gjykatësit. Vitin e kaluar kemi pas një konkurs të hapun i cili me mezi ka, nëse zgabojnë tretën herë ka 2011. Edhe ky i vetmi operator ekonomik që ka konkuru ka qenë ne, edhe me këtë uniform ka konkuru, edhe sipas propozimit i mostra kryesore është ajo, dhe me thome ngjyrë ari duhet jetë toga gjykatës supreme, me ngjyrë gjelbërt ose të katër duhet jetë toga gjykatës apelit, ndërsa me të kuqe duhet jetë toga gjykatës themelore. Kjo është një mostër që ne po prezantojmë para jush, në rast se miratohet, do të hapet procedura për tenderimin e këtyre togave për gjyqtarët. Për vitin 2013 ne kemi ndarë me mezi 45.000 euro, që besoj se i mbulon numrin aktual të gjyqtarëve që janë në të gjitha gjykatat e Kosovës. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për sonte. Ju mund të na gjeni në drejtësia në kosov.com. Të gjithë ata që dëshirojnë të na shkruajnë, këtë mund ta bëjnë në kallzo.com. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia. Dhe nga unë Krishnik Gashi, deri të dielën e ardhshme. Mos e shkelni ligjin. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Rreth 14:15 kemi marrë një informacion nga baza lidhur me një grabitje në mes fshatnave
Kiev dhe Cerevik, në rrugën që shpin drejtëm Cerevikës. Së bashku me patrullën e 2, me njëherë kemi marrë informacionin e duhur mbi veturën e dyshemt edhe kemi shku drejtëm vendin ngjarjes. Është gjetë një puc e viktimës. Mbas hetimeve të tona edhe iniciativës që është marrë, njësitet policore të sektorit dhe hetimeve kanë arrit të dyshuarin edhe veturën me ndalu në fshatin Dobërdal. Tash do të vazhdojmë drejtëm fshatit Dobërdal, ku janë kolegë tonë që kanë bërë arrestimin e personit dyshimt edhe kanë ndalu veturën, edhe do të shiqojmë çfarë mund të ndihmu atyne. Këtu është lokacioni i arrestimit, është në tym të fshatit Ujmer. Janë njësit patrulluese edhe hetimet me forenzik, së bashku me mbikëqyrësinë e operatives. Kjo në litarët këtu që i kanë bo lidhin e saj, me litarë ka lidhë, edhe me pronga plastikës të që ku hi. Moska që i kanë përdor shallat. Shallat i kanë përdor, që ku është i thikë të ndër, cilën e kanë pas për kanosje. Tu brehet. Lidhe manta të litarit. Po. Edhe ato pjesë të plastikë që i ka pas. Do të vazhdojmë në drejtëm të fshatit Cerevik prak edhe Kiev. Prej njësive tjera patrulluese dhe hetimeve kemi marrë informacion edhe për 2 persona dyshim që kanë marrë pjesë në grabitje. Edhe do të vazhdojmë në drejtëm të këtyre fshatit Nacek. Prej këtij momenti e rëtu. Kushtrim? Da. Trego kusht. Ha, qëta është ka dhe ku shku, ma ne jo në këtë. Qëta është të rëgajnë? Ajo është një pi juj? Nip. Që shëgojmë një? Abdrillen. Abdrillen, e një bobës? Abdrillen. Në ishte nëne. Që të që është këtë? Që të shke shpje? Që të shpje është pa një orë. Qëtu drejta? Abdrillen. Tërra të ljurë. Tërra të ljurë. Hajde. Pe këti momenti i arrestu, i e tjenë për vetën që nga kosh, për penore të rëmbimit personit, në donë. Ma të kuca? Së drejtore se 14:15 minuta, stacioni policor në Klim është njoftu se në fshatin Cerevik është rëmbyr një vajzë që është duke kthyer nga shkolla. Me të marrë këtë informatë, të gjitha njësitë të stacionit policor në Klim ju kanë përgjegjur rastin. Kështu që fal një bashkëpunimi të mirë me mjecek meshtetar është arritur të bëhet identifikimi fillimisht i automjetit të dyshuar. Rreth orës 15:50 minuta, policët kanë arritur të ndalojnë automjetin e dyshuar dhe të arrestojnë personin e dyshuar. Në automjet është gjetur viktima e cila ka qenë e shtresuar dhe e lidhur me një litar. I arrestuari fillimisht ka pranuar se në shoqëri me cilë persona të tjera është, kështu që policët më njëherë ju kanë përgjegjur kësaj informate dhe kanë shkuar në shtëpitë e tyre në kërkim. Është arrit që ata të arrestohen. Po ashtu është bërë mbastisja edhe shtëpisë së dyshuarit kryesor
në të cilën është gjetë një pushkë gjojtije me një afat të skaduar të lejes. Në vendin e ngjarjes nga Krim Tekniko, po ashtu janë gjetur dëshmi të mjaftueshme për prokurorinë, cilët e dëshmojnë që kryes kanë qenë fillimisht të përgatitur për kryerjen e këtij akti. Viktimës me njëherë është dhënë ndihmë, ajo është dërguar në shtëpinë e Shëndetit Klin për ekzaminim dhe më pas është dërguar në gjirjen e saj familjar. Ndërsa për të gjitha këto është njoftuar prokurori publik, i cili edhe ka dhënë mosën e ndalimit për 3 të dyshuar të këtij rasti. Tani veç jemi në përgatitjen e kompjutimin e rastit për dërgimin e tij në prokurori.